Tani në studio do të mirëpres një artiste që rrëfen histori përmes filmit, por sot dua që ta njohim edhe përtej kamerës edhe skenës dhe projekteve të saj. Është regjisore, skenariste dhe producente nga Kosova, një emër I angazhuar në kinematografinë përmes projekteve të ndryshme filmike, e së fundmi pritet të sjellë edhe një film të shkurt me titullin Një latë e paqumësht. Goxha, titull interesant, një projekt ku ajo vjen si autore, skenariste dhe regjisore. Do t'i flasim të gjitha me të. Le ta mirëpres në studio Mjelna Isrefin. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Shumë kënaqësi me tritë në studio. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën, që të gjetëm të lirë. Kur në dashur këtu është zandi për ty, ani pse verës shumë prej njerëzve me zi e prisin që me pushu, me nal pak intensitetin e punës. Ty po më duket ke zgjedh me qenë ma angazhume, a? Është edhe zgjedhje, po është edhe periudhë kur ka shumë projekte. Mundohemi pak me I kësaj periudhës ftohtë, edhe pse ka projekte edhe gjatë janarit, dhjetorit, ku mërdhihemi krejt, sidomos kur xhirojmë jashtë, mirë po është periudhë prej pranverës, jo vetëm filma, po edhe reklama për kohën e verës që bohen. Edhe është periudhë ma ngarkume fatkeqësisht, por edhe fatmirësisht se ka shumë punë, mirë po është shumë nxehtë. Është periudhë nxehtë për me punu, edhe na ekipat jemi shumicën e kohës të xhiru jashtë, apo në plazha, apo dikon edhe është pak vështirë se punojmë 12 orë. Mirë po është kënaqësi në fund ditës gjithmonë. Nga ma ekstremet, ne shpo flasim për këto ndryshimet e angazhimeve në përstin, qa ke përjetu ma ekstremen? Qof në minus, qof në të larta temperatura? Unë kisha thonë minusi, kemi qenë të e gjiru një film që është film nga Danimarka, që ka qenë në koprodhem, bashkëprodhem me Kosovën, edhe kemi gjiru në Prishtinë, para 2 viteve më duket, ka qenë minus 24 në 4 të mëngjesit, edhe di që kur jom këthy në shpe, nuk mu isha mundzi. Nuk e di as qysh ja kemi dalë në banë. U ndrojshim ekipi, her dikush në vetura, dikush punon, adjen edhe të e bu punën e njëni tjetrit. Dhe si prape pa përballushme. E përballushme, okej, ja keni dalë, ama shumë e vështirë. Është e vështirë. 24 shumë e vështirë. Kur flasim për krijimin, krijimtari në përgjithësi, frymëzimi është shumë I rëndësishëm. Ajo kreativiteti, inspirimi që nuk ka ndaj farë formule me atë sa kom kuptu unë deri tash. Pra nuk ka ditë të caktume, nuk ka orë, nuk ka gjendje emocionale, për diçka një gjendje më e mërzitur mund t'jetë pikrisht periudha ma kreative, ose e kundërta. Për ty, qysh qëndron, në cilat periudha, në çfarë gjendje është e vetën që, ose e ke kuptu vetën që je më kreative? Unë mendoj që ka njëherë të befason momentit cili të motivon ose ta jep një ide. Edhe janë momentet ndryshme. Për mu ma shumë është deri tash që shë kom brejt, është vëzhgimi njerëzve, filmat e mi, edhe idea që I kom, se alon nuk kom shumë filma, mirë, po idea që I kom vinë nga analiza e sjelljeve, mënyrës qysh flasin, e mënyrës për çka flasin, edhe unë po mendoj që njerëz në fund ditës, shokët, njerëzëri që I ta kanë. Si shoqëria jona? Po, definitivisht. Jo vetëm e jona, ku do, çka do. Okej. E thash edhe për shikuesit, një lajm I mirë na vjen bashkë me ardhjen tënde në studio, sepse sigurisht pas shumë punëve dhe ditëve me intensitet, është I farë kënaqësi, edhe pse s'është finale akoma, nuk e shijon edhe se ndan suksesin me të tjerët që me e po kur e din që ka përfundu si proces, është gjysma e punës e kryer. Një latë e paqumësht. Ka përfundu një film I shkurtër që ka ardhur prej teje. Ka zanafillën shumë herët nga ato projektet që janë të gatshme të shkruara prej teje, ose si ide, që ka një shumë herët? Po, mirë po jo shumë gjatë. Është film I shkurt, unë mund të them që kom punu në skenar, ndoshta një vit e gjys 2. Kom qenë me shoqni kur e kemi boj idenë. Fakt, unë e të folë, qka nëse bot një film për këto, qka nëse bot për ato. Edhe një moment veç ka qenë se kom pëlqenë që kjo ide, kom shku në shpe dhe më kujtohet që
e pa ta shkrujt për 20 minuta një draft. Se ka qenë qaj momenti që po thu që lezon motorat. Veç të vjeni. Veç të vjen. Mandi e len pak me flajt, që me po mas një kohë edhe te qka ke shkrujt. Edhe mandi vjen puna që për mu është knatësi, mirë po është edhe pun pak ma e fështirë, kur i kthehësh mja, që thojmë na me ep një dorë, edhe dorën e dytë, edhe tretën me e kompletu, me e bo tamon qysh donë me e bo filmin në fund. Edhe, po, që shtu ka qenë procesi, një vjetë e gjysë deri në A është filmi nga këto që, me më thema herë, që kryesisht inspirohesh prej atyre historive që dëgjëm, prej njerëzve, mënyrës e qyshësilën, a është kjo një lloj i pasyrimit të kësaj? Definitivisht, me qenë se unë jam edhe e rrethume edhe vetë jam një industri krijuese, edhe që ka edhe tjera, është muzika, është piktura, është qka do, po besoj edhe profesionet ndryshme, mu më ka interesu se jam e rrethume me kolegë edhe që kam bo filma për herë të parë, edhe unë e shoha cikletin, që është, se puna jonë është shumë knatësi, mirë po është ku te e shpërfaq botën tënde, te bota e jashtme. Edhe sa do që është knatësi edhe e din qka po bën, ka momente ku thu qka jam të bo. A është diçka që kam ju pëlqy njerëzve, mandi kthehësh, thu po mu po më pëlqen edhe për qatë arsye unë duna me e bo, edhe kjo ide vlen me u po, edhe filmi paka shumë është për një personazh t'il. Personazhi i filmit kryesori cilin e luan Tristan Alilaj, është me një botë që është si të shku në lup që thojmë, thilët e pështilët e se dena është të e bo punën që dënë me e bo edhe po mduke që kjo siklet vjen ma shumë në punë kryuse. Unë munde me hamencu përgjigjen, po pra po e bëj si pytje. Në këto dilemat në kokën tonë, dhe se në këto pak momentet ku e pyt vetën, a është i duhuni, a ka me kuptu njerëzit njëjtë që shë kam unë kokën time, me kë konsultuesh? Kërë është nga njerëzit e parë që i qetë idet pa i filtru fort si mendime? Paj, unë kisha thonë fillimisht me kolegë që i kitë ofër që në dhe shok apo shoqe, se zakonisht brainstorming mundet me ndodhe dhe vetë, ku jetu me ndu ideja, po nëse të ndodh me një setting që shumë ka ndodh mu, e ta japi një shtytje që oke, shkruje se qenë ka një ide që unë e kisha këshyrë që të filme dhe besoj që më kish pëlqy. Jetën ku është edhe babi, edhe me ato i foli mirë pa e ka një, okej, shkruje, veç bëne vetë. Edhe të njëjtën ku është një farë, është mirë në fillim, ndoshta mos me marë shumë ideja prej njerëzve që ti me shkrujt. Po, që ti me shkrujt vetë, ma ndej ki 2-3 njerëz që ju beson me stel ose me ja u kishe dhonë përgjithsin e të jep, që me ta jep një mendim. Edhe edhin që mund është mund bështet në ta. Se në momentin që shkon pak ma e rita të rrithin cilve ja u beson, po besoj që edhe e mbytë, si me thonë, në shtatë ortin ose qatë idenë rrëna kokës. Një latë e pa qomë, shpo besoj është i përpytje të shpeshta me këdo që e këndo si fillim si ide, mu të pak të më pëmbën shumë kurioze prej titullit. E pa zakon, nuk e kom dëgjur, nuk është nga ato titujt që kupton në dëgjim të parë për çka është fjalla. Atë sa ti mendon që është koha për me zbulu, çka mundesh me më thonë, pse ky titull? Mu më pëlqen titulli se paka shumë e përshkruan mënyrën që funksionon mendja e karakterit kryesor, edhe është pak titull absurd, edhe për që ato kom vendos me shku, është edhe lidhet diçka, edhe pak ma shumë me pra është ma e fejl në histori branda. është pak ma e fejl, po nuk kisha do është tash me... Totalisht e kuptushme. A hoqe shumë në përzidhjen e jetësimit mandej të idejës tënde, për me përmbushme, me karaktere, me emra, me aktor? Me tregu drejt, jo. Se ka kohë tash janë plot 8 vite që unë punoj në industrit filmit edhe kom punu me një shumicë të aktorve. Cilti kom po edhe nga një herë, varsisht edhe prej filmit edhe prej regjisorit, shkon me audicione. Unë kure pa ta bo një pilot një epizodës, aty pa ta shku me audicion, se e kom pas pak të shtirë me po kush ish mujt me lujt sa do që e kom pas në mendje. Mirë po këto, duke që edhe e kom shkrujt filmin të e pas në mendje Tristanin,
se kom punu në filmin Cirku Fluturus të Fatos Berishës dhe të ndjerës Vjosa Berishës. Kom punu me aktor, Ndjoni ndërta ka qenë Tristani dhe më ka pëlqy shumë saj natyrë shumë është. Edhe mënyra se qysh duket komik edhe në seriozitet. Din me lujt, mos me lujt në fakt komedin, që ajo më ka pëlqy shumë. Edhe Ilire Vinca, kom punu sidomos tash me to gati në çdo projekt kemi qenë bashkë, ajo është E jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme. Edhe e kom di që mundet me lujt një rol t'il. Edhe krejt aktor tjerë i kom po para prakisht edhe jam shumë e gëzume që kom shku me që ato opcionet para. Në diçka që është kriju vetë prej teje, kur e shet duke u realizu pra në gjithë detaj, a ke pas në moment ku pavarësisht sa herë ti ju ke kthy skenarit edhe ose një skene, e ke gjetë vetëm duke u përfshi emocionalisht në një moment të gjyrimit? Paj po, unë muj me të thonë që mrapa monitorit ka pas shumë momente që kom kesh me zonë, me mënyrën qysh është lujt edhe aktorët kanë qenë edhe në provat, veç në provë ledzuse, mënyra qysh është ledzu skenari, se aty lumë pak mirë po është prapë ma shumë veç me e po si ledzim, e kanë kap me njëherë. Ka qenë që ajo që unë e kom paramendu, plus e kanë shtu edhe veç e kanë bo matë pasun se cili e rolin e tyne. Pra besoj një përmbushje kjo, mandej, kur e she. Nëse kthehem pak tek studimet e tua, Milma, ke studiu për film në Romë, qka është prej, pra qa është 2-3 elementet që ti edhe sot, nëse të pyet dikush me ta marrë si mendim, a bën me shku, ose që është si eksperiencë, që i veçan, i ke spikot për gjatë studimeve atje? E para gjithmonë, kur studion jashtë vendit, është lidhje që i bën me njerëz. Definitivisht ajo është një ndër pikat kryesore, edhe është me rëndësi me i mbajt ato lidhje. Unë tash kam shoqe që kanë studiu edhe disa në regjisor, disa merren me montazh, dhe jemi të njëjtës industri edhe sidomos tash që Kosova veç po i zgjeron kufit e studimit. Po, është shumë e lehtë edhe me rënë kontakt edhe me bashkëpunu. E dyta është që këtu s'kom studiu, kështu që nuk muj me folë për qysh është. Mirë po, janë disa aktivitete që bohen që janë shumë të rëndësishme, mendoj sidomos për film, që praktika që e bën, edhe janë pak sfiduse, sepse në grupe, se filmi është punë ekipore, në grupe që punon, duhet për shembull një workshop, me thonë, në studime, është me bo një film, punë e krye për 24 orë. Do me thonë 24 orë nuk flenë, ekipi punon, e shkruan skenarin, e gjiron, e monton, edhe... Sfiduse. është sfiduse dhe në fund është si një festival i vogël, ku 5-6 grupe i kanë filmat e tyne që i tregojnë, ka edhe 42 orë, që është edhe ma gjatë, po me siguri edhe filmi duhet me qenë pak ma i gjatë. Ka zbuluve për vetën kur ke punë në presion? Të kohës, sidomos. E po tash edhe së më kujtojt shumë mirë se jo më bu gati 10 vjetë që e kom përfundu. Mirë po na kemi presion non-stop. Edhe unë po qysh e mendoj është që gjithmonë ndodhin papritura në set gjirimit edhe duhet me maj qetësin. Unë kom punu shumë edhe punoj si asistente e pare regjis që organizoj setin edhe jam në dispozicion me ndihmu edhe nga ana regjisorit edhe produksionit. Edhe puna jeme është me u mundu me maj qetësin në set edhe nëse është diçka të shku kogja kaos. Edhe pak ma ka ushtru edhe durimin edhe mënyrën qysh mu ndalë edhe para se me reagu me pas një mendim qetë qysh me e zgjidh. Se krejt që ashtu është në set. Jeni krejt gjithë shka për shkon mirë, veç bam do gjithë shka që... Për një moment. Po mirë që e paske këtë mekanizmin e ushtruun për me rruj qëtësin, se fundja krejt mundën mi pasit të te dhe ju ndihmon që edhe ata mandej me përcil po atë qëtësi. I përmende këto gjona që kanë qenë edhe pozitive dhe sfiduse, saj përket studimeve. Po, nga aspekti si mjelm, cila ka qenë pjesa ma vështire studimeve? Që nuk e ke përjetu bashkë mirë. Dështë ajo në gjithë rrugtimin, po... Unë kom qenë shkollë amerikane, edhe është... Po menaj, s'ka qenë sfiduse mirë, po kom pas me mësu politika amerikane dhe kanë qenë që s'm kanë interesu shumë pak mërzitshme. Po me gjitha të nashta është një plus, veç me i mësu edhe me ditë pak ma shumë edhe jo me qenë veç film. Po s'ka qenë diçka,
sfiduse, unë jam knaq. Edhe kom kalu mirë edhe në shkollë edhe me studenta tjerë edhe... Duke ditë, një pjesë e madhe e publikut të gjerë edhe e din, na përmendëm shkaret e babin tënd, shumë bini strefin, po je rrit në një familje artistësh, po është gati e pa mundën nëse kishe dalë politikone, me që e mërzitshme të zhduk, po kur e kujton veten që ose në çfarë faze të moshës ke qenë me atë interesimin, ose atë kërshërinë më të madhe, ose atë me qitë në pak më shumë këtë anën artistike të ndën, që e kujton veten që okej, unë tashmë jam këto ujra edhe duket që kjo ka me qenë ardhmja. është interesant, kom folë vonë me prind, për shembull mu më ka marrë një ose dy herë ndoshta në set kafenea jonë, kom qenë prezente, po jo shumë në punë. Kom qenë, nashta e vogël edhe në 2-3 reklama, ndoshta, po që unë si majnë menë, se kom qenë shumë e vogël. Edhe qyshe kom kuptu ma vonë, është prind ka ndasht me mrujt, që në moshë të hershme mos me hy në industri. Për shkak që me rujt që zhvillona si karakter në të ardhmen. Po flasë ka në aktrimit, ose muzikës, unë kom qenë asi fëmije që veç kom kënu në shpe, veç... Qështo jom? Kom qenë gjithandi. E gjallë. Edhe, po më duket që veç më ka pëlqy, na kemi folë për ideja, ose kemi po reklama, ose filma, dhe i kemi folë edhe... Për gjithë shka është zbulu ma natyrshëm, duket. Ma natyrshëm edhe e pa ta thonë edhe në disa intervista tjera, kur pa ta vendos me shku në regjit filmit, babi ka qenaj që më ka thonë, a je sigurt se është shumë e vështirë, momentalisht në Kosovë. Mirë po në kom thonë, okej, se s'do me thonë që rinë Kosovë, s'do me thonë, po tash, kur jo më këthy, qëre në Kosovë është industri ma e vogël edhe gjasat për me po një film, ose për me taku sa ma shumë njerës të industrisë, janë ma të mdhaja. Edhe të ndihmojnë ma letë, sidomos tash që po ndodhin shumë ma shumë bashkëprodhime edhe me produksione internacionale, kështu që po takon njerës tri, po takon njerës që bojnë punë të mdhaja, pa u dash me i kalu kufit e Kosovës. Kjo është një fati ynë, sa dhe që jemi vendi vogël, sukseset i kemi të mdhaja, sidomos në artë, definitivisht është fusha ku shkëlqej më së miri, edhe sparteri dikuani, se tash mas jemi këtë fazën e kampionatit botror, krejt e kemi si tem të kishim qenë edhe ne, se për pak na iku, po gjithësi, në diskutimet e tua, the që rrethin tënë, sidomos kur jetu përgatit diçka, e mbanë shumë të ngusht për elaborimin e ideve, jo për diskutime tjera, kuptohet, po, a është gjithë rrethi ytë mitësor nga fusha artit? A ka mjellma edhe miqë ku del edhe mundet me orë të tana, mos me qenë tema e filmit, e kriveve? Definitivisht, janë shoqet e shkollës të mesme, janë shoqet... Irun Halara, portë, okej. Janë shoqet që kanë studiu me mu mirë, po kanë studiu lami tjera, biznes, edhe kam shoqni që dalë me ta mirë, po kolegët edhe shoqëria që e kam në film, është që i shumë ma shpesh. Edhe punojmë bashkë, edhe na lidhin temat e njëta, edhe nuk janë gjithmonë tema filmi. Nuk buhen shumë të mërzishme, nga njëherë ka nevoj njëri me në dalë. Biles, nga njëherë mas shumë të që aty inspirohet, kur të flitet për krejt diçka tjetër. Një latë e paqumë, sa shme sigurisht hënat më rukëtimin e tip të përgaditjes, montajji, post-produksione, gjitha këto. Ka në orientimisht, ose qatë do të ndodhe me filmin, da që është diku në festivale, do të ketë një premier? Definitivisht, po, mirë po, masif, sa po kanë gjiru, sa po kanë mbaru gjirimet e filmit, unë e kisha bo një pushim të vogël, para se me fillu me mendu për ato, po besoj gjatë këti muji e filloj me montaj, mirë po i presim edhe disa fonde plotësuse, që në ndihmojnë me bo post-produksionin, color grading edhe sound mixing, shtu që po mundona me e marë shtruar, mos me u... Mirë bën. Mirë bën. Edhe the shumë mirë ka nevoj njëriu edhe për pak pushime. Vendi ideal për ty për pushime, me që ma përmende, ku i ke ato pushime që je totalisht mjellna edhe e shion shumë. I kthehesh gjithmonë ati vendi?
Unë kom qef me eksploru, kom qef me shku me A si ktheje shpesh vendeve të njëjta? Po edhe nëse shkojmë vendet e njëjta, kom qef me shku me vetur që me po edhe ma shumë, mos me qenë veç një pushim ku shtrihesh në plazh edhe Okej. Po ka plot vende, s'është që kisha zgjedh vetëm një vend. Jem faleminderit shumë që mirë dhe sa t'uroj shumë suksese, mezi po presim me ditë vazhdimsinë e Nilate Paqumsh, po edhe këtë projekteve të tjera. U mundova mos me hy shumë në detaje me që akoma është, si që the edhe ti, e don kohën e vetë, që pushimet kanë shme. Faleminderit shumë që mirë. Faleminderit shumë që më keni thirrur. Meci. Me mjellë më në këtu, unë po e mbyll edhe takimin për sot, gjithmonë duke qenë shumë falenderuese për juve